Duke mbajtur në konsiderat, flasim pak për elementin e sigurisë që me Sulçen e përmendëm në raportimin e tij nga Serbia. Çfarë koeficienti vështirësie mund të ketë një ndeshje e tillë sot, duke parë gjithë 40 kilometra larg stadiumit ishte hoteli, tha ai, dhe të mbajtur gjatë gjithë kohës. Dhe kur po mbajnë kështu, kanë përshtypjen gazetarët, mendojnë njëta mas reptësie, ndoshta akoma dhe më shumë do të jetë ndaj futbollistëve. Kështu që parë dhe me atë sytë e presionit që ne e përmendëm pak më herët, sa e vështirë është për ata që zbresin në fushën e lojës një ndeshje si kjo e sotme? Që të kemi pak masave të sigurisë, domethënë është një lojë që serbët kanë bërë, domethënë në një farë mënyrë kanë mbushur mendjen e UEFA-s që mund të kenë probleme të tjera dhe kanë spostuar ndeshjen aty. Dhe fakti që kombëtara jonë është aq larg është sepse normalisht ti ke standarde ku do ri ekipit. Ti s'mund të rish dot në një hotel me 3 yje në Leskovec, apo sepse nuk ka hotele të nivelit të lartë. Dhe prandaj është zgjedhur ai hotel sepse nuk mund të rish dot në hotele, domethënë se tash standardi është rritur, ekipi është ai që është, mundësitë janë. Fakti i spostimit të ndeshjes është ajo që ata kanë thënë vetëm që i friksohen, sepse nëse ndodh diçka, ata pastaj mund të kenë një dënim ekzemplar, mund të dënohen fare nga kompeticionet, ndoshta për një vit, dhe prandaj dhe i druan kësaj, por ndërkohë unë mendoj që kjo është një artific më shumë sesa për të çuar ndeshjen aty, për të mbajtur këtë ekip, pra jemi në 2025, jemi 2 vende në paqe dhe jemi sikur jemi në luftë. Kjo s'është normale fare, domethënë që me fjalë stafi të ri brenda i bllokuar dhe mos ketë mundësi dali në qytet. Kjo është pak e gazetarët të bllokojnë 2 orë në kufi. Kjo është ajo pse tjetër që nuk e përmend, por ndoshta ishte pjesa e flamurit pra dje në stërvitjen e ekipit kombëtar që nuk ishte flamuri jon tek flamurët që janë të kompeticionit të UEFA-s edhe flamuri i vendit me pritës. Në gjykimin tim, ky është gabimi i delegatit të UEFA, sepse normalisht, në stërvitje mund të themi të shpëtoj, po do shohim në ndeshje, domethënë, sepse nuk besoj se do ndodh, sepse nëse ndodh, është delegatja e parë që stopon ndeshjen, pa vënë flamurin nuk fillon ndeshja. Kjo është e sigurt 200%. Kanë mënyrë ata. Kam qenë në 2014 në Beograd dhe flamuri shqiptar në stadiumin e Beogradit, në të cilin flamurit vareshin në pjesën e sipërme të mbulesës së sipërme nga tribuna kryesore, ishte i varur efektivisht, por në fakt e kishim fshehur mbrapa disa bloqeve betoni. Pra, ata ishin korrekt me procedurën, me varjen e flamurit, por në fakt e kishim fshehur. Mungesa e flamurit në stërvitjen e kombëtares shqiptare, edhe unë po e prisja me shumë kuriozitet këtë faktin, sepse kishin njoftuar serbët që nuk do të lejoj asnjë simbol shqiptar në stadium. Në Beograd, po ai është flamur i protokollit. Në Beograd arritën të anashkalonin protokollin. Në stërvitjen zyrtare nuk e shfaqën as pak. Dhe kjo nuk është normale. Kjo, edhe nga stafi, nga delegacioni që ka vajtur me kombëtare nga federata. Duhet të jetë dikush, nuk mund të jemi kaq naiv, padyshim që duhet të kishte reaguar. Po edhe ambasadori jon Serbi, ambasadori jon, ministria jonë e jashtme, të gjithë duhet të reagojnë. Nuk mund të jemi kaq naiv. Ne përsërisim të njëjtin naivitet siç ndodhi në 2014. Masat e sigurisë ishin paq të jashtëzakonshme në 2014. Edhe avioni jon atëherë kur zbarkuam në Beograd u vonua për afro 2 orë gjysmë, sepse një nga njerëzit që kishte siguruar prezencën në stadium kishte një shall shqiptar, një shall kuqezi. Të gjithë pasagjerët, 150 pasagjerë janë vonuar 2 orë gjysmë. Nuk lejoj që askush të dilte në rrugët e Beogradit apo të shkonte në stadium, por do venin të gjithë me eskort, me polici dhe me forcat ndryrjes shpejt në hotel dhe do qëndrojnë atje njësoj siç po qëndron tani Altin Sulçja, por edhe gjithë kolegët tanë. Edhe kur Serbia erdhi te ne kishim disa masa. Kishim masa, por nuk i kishim kaq ekstreme, ka një disnivel shumë të jashtëzakonshëm. Në momentin që Serbia ndalon komplet shitjen e biletave dhe përzgjedhjen ata, a ishte një masë që shkonte në ekstrem? Gazetarët serb në ditën e ndeshjes kanë qenë të pranishëm në bulevardin Nën Tereza në Tiranë, aty ku kishte të paktën 10.000 tifoz, të cilët kanë festuar nga orët e para të paraditës deri në momentin që filloi ndeshja. Shumë njerëz nuk e patën mundësinë që të siguronin një bilet për në stadium dhe u pozicionuan aty, organizuan aty që ta shikonin ndeshjen. Kishte gazetarë serb. Kishte gazetarë serb të cilët qarkullonin lirshëm nëpër Tiranë dhe arritën që të bënin video, si kemi parë ato filmat e spionazhit, kanë bërë video nga stërvitjet e kombëtares shqiptare. Pra, kjo është disbalanca në të gjithë të situatë. Tani, ose ne jemi shumë tolerant dhe shumë mikpritës, ose jemi shumë naiv dhe këtë naivitetin ne e shfrytëzojmë për keq. Sepse në qoftë se këtu ti lejon të paktën media ti mund t'i lësh të lira. Padyshim
që të mbrohen, padyshim që të ruhen, padyshim që mos krijojnë incidente dhe që të krijojnë pastaj situata të pakëndshme, por nuk mund t'i trajtosh ti me regjim ushtarak, nuk mund t'i mbyllësh ti dhe median. Jo, kjo është e tepruar. Dhe për më tepër disa ditë më parë doli tentativa për të futur simbolet të UÇK-s, 200 kapele të UÇK-s, të marrësh të gjithë stafin e gazetarëve, të ekipit kombëtar, qoftë edhe të guzhënjerit të kombëtarës, nuk janë 200 vetë atje, nuk ka kushtiveshje ato kapele. Kam përshtypjen edhe kjo që është pak artificiale. Kam përshtypjen që është një fake news sepse është artificiale më ndonjë. Domethënë kush qega ai domethënë që do fuska kaq dhe do vijë dhe do shiska. Po për kë do t'i çonte? Po kë do t'i çojë? Se nuk kanë mbetur 200 shqiptarë në atë krahinë atje edhe pse ka qenë tokë shqiptar, nuk kanë mbetur 200 shqiptarë.